Ibn Qayyim el-Jauziyje sepse shkak i gjunave është shkatrimi i Zotit te bareke ve teala ndaj popujve. Pastaj ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziyje se robi kur ban gjuna trashëgon në çmim poshtërsi. Allahu xhelala ka boligj, kush i ban Allahu gjuna me poshtërsua. Ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyje në këtë kaptin, edhe nëse nuk e din njerëzit, ai kujton që janë të poshtërsu krejt. I do këtë që janë të jabon me gisht. A kur kush se di kur gjo? A ti i do këtë qashtu? Flet për njerin e gjallë, për njerin e vdekt, s'kemi muhabet. Dhe varezat nuk nin. Mirë po njeri gjallë i do këtë se po i bajnë me isharat njerëzit. Përej tematikave që i ka diskutuar është tematika se gjunahat ja prishin njeriut aklin. Dhe për ta ka pru dëshmi të shumta. Se Allahu xhallahu ala gjunaqar Kur'an ju ka thonë e fela taqilun, a nuk keni men? Dhe kur e ka ndalu alkoolin ka thonë mos t'ja u prishe mendjen. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë zinaqari s'ban zina duke qenë besimtar. Pra me men krije, me iman në zemër, me njerëzillëkun, me hip në zina, Zotin arrujt, kjo s'ban. Andaj gjunahi e prish njerit mendjen. Andaj e shet gjinaqarin muhabetet i ka të kota. Ta në kohën folin meselet kota. A e kingu atë muzik? A e kingu këtë muzik? A donen filan venin? A shkojnë këtë venin? A bane këtë gjuna? Pra Allahu i poshtërson. Dhe ata ndin poshtërsin nga të devotshmit.